dashur miq, ju përshëndes. Javës kaluar kemi shkëmbyer shumë mesazhe në inbox, pyetje, komente, mbështetje. Ju falenderoj gjithë ju që jeni angazhuar në këto 2 javë të fundit të fushatës, jo vetëm me mbështetjen tuaj personale, por edhe me mbështetje duke kërkuar votën për kandidatët tanë, për programin ton, për koalicionin Euroatlantik për numrin 4. Sot kam zgjedhur 4 pyetje për të dhënë përgjigje live me shumë pyetjeve të tjera që kanë marrë përgjigje e marrin përgjigje edhe me shkrim. Do ta nis me pyetjen e parë, Genci Event, që pyet: "O Lulo, ku jemo? Sa bën 7 O Genc, që kur e ka marrë vesh sa bën 7 e drama, nuk e heq Altin Dumani nga goja, nga mëngjesi deri në darkë. Po sikur i ka prej kërthizën, sikur shpatën e drejtësisë e pas ka të varur në mur ky, e ja pas ka dorëzu Altin Dumanit. Është thjesht sepse e bën. Tani që nuk e justifikon dot faktin që gjysmën e shokëve e ka të 7 përpiqet marrë kredi për punën e drejtësisë që e mbështet shumica e qytetarëve. Po mos harro Genc, ishte ky që nuk la makinacion pa bërë që Dumani mos zgjidhej në krye të Spakut. Ishte ky i cili donte që byron kombëtarët e timit që bën hetimet për Spakun ta vinte në varësinë e ministrave të tij dhe jo hiç më pak se sa në varësinë e Sajmir Tahirit. Ishte ky Genc që bën sot si përdëllyeri i drejtësisë, që ka 1 vit e gjysmë që mban sirtar propozimin tim për t'i dhënë Spakut më shumë financa, më shumë burime njerëzore, që i ka kërkuar vetë Spaku në mënyrë që të bëj punën ashtu siç duhet dhe pa mangësi. Ishte ky që për 3 ditë me radhë nuk la fjalën fjalorin e gjuhës shqipe pa përdorur kundër Spakut kur i arrestuan Lalierin për korrupsion dhe jo vetëm. Sa herë që i arrestohen shokët e tij, Edi Rama ka përdorur fjalorin më të ulët, më banal, sulmet më të ulta, gjuhën më të neveritshme kundër Spakut. Por tani që i ka zënë rrota bishtin, bën sikur ky është njeriu i vetëm në Shqipëri me Spakun. Në fakt, ka bërë dhe po bën gjithçka që të rimarrë në dorë shpatën e drejtësisë, atë shpatë që ju, qytetarët, ja dhat Spakut dhe që ne do të bëjmë gjithçka që Spaku ta mbajë e ta përdorë fort për të çuar gjithë shokët e Ramës te 313 Genc. Ndaj ju ftoj ty dhe gjithë shokët e tu që besojnë se Shqipëria do jetë më mirë me një Spak më të fortë, keni një zgjidhje, votën për koalicionin Euroatlantik numrin 4, e vetmja forcë politike e cila realisht mbështet Spakun me vepra, jo me fjalë.